Çdo element HTML ka një vlerë të paracaktuar të shfaqjes, varësisht nga lloji i elementit që është. Dy vlerat më të zakonshme të shfaqjes janë blok dhe inline. Një element në nivel bloku fillon gjithmonë në një rreshtë të ri dhe shfletuesit shtojnë automatikisht pak hapësirë, një diferencë para dhe pas elementit. Një element në nivel bloku zë gjithmonë gjerësinë e plot të disponueshme, shtrihet majtas dhe djathtas sa më shumë që të jetë e mundur. Dy element bloku që përdoren zakonisht janë p dhe div. Elementi p është një element në nivel bloku. Elementi div është një element në nivel bloku. Një element në rresht nuk fillon në një rresht të ri. Një element në rresht zë vetëm aq gjerësi sa është e nevojshme. Ky është një element span brenda një paragrafi. Shënim, një element në rresht nuk mund të përmbajë një element në nivel bloku. Elementi div përdoret shpesh si një kontejner për element të tjerë HTML. Elementi div nuk ka atribute të kërkuara, por stili, klasa dhe ID janë të zakonshme. Kur përdoret së bashku me CSS-n, elementi div mund të përdoret për të stilizuar bloqet e përmbajtjes. Do të mësoni më shumë rreth elementit div në kapitullin tjetër. Elementi span është një en brenda rreshtit që përdoret për të shënuar një pjesë të një teksti ose një pjesë të një dokumenti. Elementi span nuk ka atribute të kërkuara, por stili, klasa dhe ID janë të zakonshme. Kur përdoret së bashku me CSS-n, elementi span mund të përdoret për të stilizuar pjesë të tekstit.